Nëse për rrugën e Topojanit paret u gjetën, për rrugën tonë nuk e di se ku shkon paret, ne jemi në gjurmim. Sot ishte një kënaqësi për mua që marrëm pjesë në inaugurimin e punimeve për këtë segment rrugë Topojanin Berkin, një vlerë 1.2 milion euro, e financuar nga bashkia. Është projekti i parë, puna ime e parë në Kukës, punë të tjera na presin në Kukës, financime të tjera do ketë qeveria, bashkia. Unë me agimin kemi bën një kërkesë për interpelancë në Këshillin e Bashkisë. Kryetari nuk na erdhi që na shpjegon të ku janë parat. Ne nuk na erdhi, por ne ne kemi informacione se ato para janë devijuar, disa për një bashkëfinancim të një shkolle në Kukës dhe disa një pjesë për qendrën e fshatit Shëmëri.